Lideri i opozitës Ali Berisha akuzoi kryeministin Rama se po i mbyll Shqipërisë dyert të Bashkimit Evropian për shkak të korrupsionit, bllokimit të drejtësisë dhe mburojës që i bëri Belinda Ballukut. Në konferencën me gazetarët, Berisha tha se është rritur numri i shteteve anëtare që refuzojnë miratimin e raportit të IBAR për Shqipërinë, që është raport kyç për negociatat. Nuk ka dhe nuk mund të ketë luftë kundër korrupsionit. Pa ndëshkimin e korrupsionit dhe përgjegjësinë e Edi Ramës dhe Lubi Ballukut, nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë hap drejt Bashkimit Evropian. Raporti IBAR është shtyr 3 herë gjatë muajit mars. Një më i madh numri vendeve që kundërshtojnë në mënyrë të prerë të votojnë IBAR-in. Berisha denoncoi edhe mashtrimet publike të Edi Ramës dhe Tauland Ballës për raportin e IBAR. Janë jo një, po disa vende të cilat nuk kanë pranuar të votojnë IBAR-in, i cili miratohet me unanimitet. Të gjitha variantet tjera janë mashtrime dhe vetëm mashtrime. Edi Rama mashtroi dje në mënyrë monstruoze para studentëve. Tauland Toyota Yaris po kështu. Është Lubi Balluku shkaku më kryesor. Përveç çështjes Balluku, Berisha thekson se një tjetër arsye për bllokimin e integrimit është edhe Nisma Rama Vučić, që sipas tij ka ngjallur për çmim të madh në Europë. Nga 2 diktatorë autoritar, nga 2 individ të lidhur kë me kokë me krimin, me bandat dhe trafiq. Nisma Vučić Rama po përfundon aty ku e ka vendin. Ka ngjallë për çmim. Këta 2 zyrtarë nuk kanë interesa tjera përveç interesave tyre kriminale dhe të xhepit. Një kundrapërgjigje kishte ndaj deklaratave të Ramës se disa të paudhë po i mbyllin Shqipërisë dyert në Bruksel. I paudhë është ai që merr Lubi Ballukun për krau. Këto janë të paudhët që i bllokojnë Shqipërisë rrugën për Bashkimin Evropian. Ne mbështesim procesin e integrimit, ndonse Shqipëria, përveç kriterit gjeostrategjik, nuk plotëson asnjë kriter tjetër. Nuk mund të mashtrojmë ne komunitetin ndërkombëtar, sepse po mashtruam ata, është gjë ndaj shqiptarëve. Përballë gazetarëve, Berisha u ndal edhe tek dosja e Akshit, teksa bëri një denoncim se Ergyz Agasi është rrahur dhe ka përfunduar në spital, ndërsa thotë se mbrohet nga shteti. 2 javë më parë Ergyz Agasin e kanë rrafur shumë keq, e kanë shtruar në dru. Sipas qytetarit digjitale është dërguar në një spital privat, por duhet dini që Ergyz Agasi mbrohet nga shteti. Nuk ekziston mandat ndërkombëtar arresti për Ergyz Agasin. Mandati në Shqipëri është i pavlerë sepse atë policia nuk e arreston, ai ka hequr ministra. Nuk ka pritshmëri nga maxhoranca se do të pranojë kërkesën e opozitës për komision hetimor për Akshin, ndaj thekson se rruga e vetme është protesta, duke i bërë thirrje qytetarëve të ngrihen në 17 prill. Parlamentin e kanë asgjësuar. Jam i sigurt se do bëj gjithçka të mos lejoj. Dhe siç e shihni, prej 8 muajsh nuk ka asnjë komision hetimor. Ndaj dhe ne u jemi drejtuar qytetarëve. Ndaj dhe protesta e 17 prillit është kryengritja paqësore më e rëndësishme. Një koment kishte edhe për ata që janë mbretëruar nga Partia Demokratike, për të cilët tha se kanë bërë fushat dhe kanë punuar për Partinë Socialiste, duke bërë të qartë se të shiturit nuk kanë vend në parti. Nga ata që janë përjashtuar aty, në mos gaboj, ishte vetëm njëri. Dhe ai është përjashtuar me motive të qarta. Ai ka qenë nënkryetar në fushat elektorale, ka punuar për kundërshtarët, ka një gjykat kjo parti, duhet paraqes ankesat. Nuk është Sali Berisha gjykatësi i partisë. Kanë bërë një zgjedhje ata që kanë punuar për kundërshtarët, nuk do kenë vend në parti. Sa i takon aksionit opozitar, Berisha tha se strategjia e opozitës është largimi e Edi Ramës, të cilin akuzoi për lidhje direkte me mafjen më të rrezikshme në Europë, që pastron paratë e pista në Shqipëri.